Dhjetra qytetarë u mblodhën të dielën në Shkodër në një protestë kundër hapjes së konsullatës së Serbisë në kryeqendrën e Veriut. Me pankarta në duar ku shkruhej Kosova Shqipëri, besa e shqiptarëve është e shenjtë, pjesëmarrësit shprehen kundërshtimin e tyre për këtë vendim, duke artikuluar edhe qëndrimet e tyre gjatë tubimit. Teksa marshuan në rrugët e qytetit, organizatorët kërkuan anullimin e këtij vendimi, ndërsa akuzuan se Tirana zyrtare po i bën çefin presidentit Vučić. Është dorë për këtë Shkodër, që Shkodra historikisht duke filluar qysh ka luftat iliro-romake, janë bërë 3 lufta iliro-romake, qysh me periudhën e Teuc, e përfundimin e Gentit, edhe gjatë lindjeve slave që s'kan mujt me Nazimi Lu, as për 500 vjet pushtime të Turqisë, as për pushtimet e ushtrive të huaja që kanë ardhur dhe kanë hinë, kanë dalë si masqevi sepse kanë shpizuar një vend lodhën e dropitur. Nuk kanë mujt me tjetërsu Shkodra ka me gjithmonë flamuri dhe flamurtori adetaris i kulturës dhe i traditës. Sot e kemi kundra konsulatës në projekt Serbe në Shkodër. Shpun kam në nësemi në kufi me Serbinë. Në kufi kemi Kosovën. Të hapish konsulatën Serbe në Shkodër dhe thoshe nuk ka Kosovë, Republikë, se s'do me jo Serbi. Edhe i bën qefin të Vučić jonë. Shka punë më kemi ambasadën, çka pushpunimin për 50 vete, edhe 500 jenë. Shpun kanë, s'kemi probleme me Serbinë. Serbia do të kërkoj falje, të njohë Kosovën, Republikën e Kosovës, edhe pastaj ulet me mu të bisedoje. Që bisedoje me Serbët që ka rjep, 20.000 femra ka prodhunu, 1.500 sa kalamaj ka vrar, 11.000 sa ka pushkatu, ka dëdish. E kur në shekullin e 21. Tirana zyrtare shpjegoi më herët se çështja është ende në diskutim e sipër dhe nuk ka një dakordsi finale për të. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha foli për parimin e reciprocitetit në lidhje me këtë zhvillim, teksa përmendi faktin se ka qenë Shqipëria që ka bërë para kërkesën për një konsullat të përgjithshme në luginën e Preshevës.